lakna zi perfekte, ashtu si që duhet. Ja e shikoni dhe vetë, pritë. Të dashur ndjekës, do ta nis me një gatim mish me lakën. Ka marrë gjysmë kile mish, më ka qellu dhe një kockë, mirë është ta boni dhe mish me kocka. 2 filxhan me vaj, se kam rreth 1 kile e ca lakën, se kam dhe fëmijë, kam edhe nuse, e pëlqejnë, se janë gatime që s'para i bëjnë shumë të rejat. I hudh, po kockën nuk do ta hudh ashtu. Nuk do ta kavërdis fare, se kocka nuk bëhet e mirë po ta kavërdisësh, vetëm tulet e mishit, kishin pak ynyrë, po lakna po s'pat ynyrë nuk bën. Tash i lej pak të kavërdiset mishi, sa të mpikset dhe të lej atë aromën e mirë të mishit, që ku ndërmon gjithë shtëpia, kur kavërdiset pak mishi, ka aromën shumë të mirë, atëre do hudhim kepën. Gjithmonë kavërdisja do jetë me zjarr të fortë, në maksimum, pastaj do ta ulim çika vash avash. Tashti që mishi i ka përthit lëndjet, po erdhi aromë shtëpia era mish të pjek, atëre mos hezitoni, hudhni qepën. Qepës do t'i hudhe dhe pak kryp, se që të zbutet qepa gjithmonë do krypën, edhe pak piperin e zi, që s'duhet i mungoj laknës kurrë. Ashtu do t'i përzi pak, të zbuten për t'i hudhë ujin, pastaj do vazhdoj e myll kapakun dhe i zi. E myll pak me kapak, se zbutet më mirë qepa dhe mishi, në avull. Po duke e pa, duke i nejtë e koka sa ajo të njite dhe të prish shijen e gjellës. Tash s'ka nevojë më ta kavërdisim, qepa nuk duhet kavërdis shumë, se do vazhdoj prap me gjethet e lakme. Do zi pak vetëm me mishin, që t'jetë gjysmë i zi mishi dhe pastaj do vazhdoj. Unë tash do t'i hedh një lugë salcë. Edhe do t'a shtoj pjesën tjetër me ujë. Tash e mush rreth 1 gotë e gjysmë me ujë. Edhe e lej të zi derisa të shterroj pak, pastaj do vazhdojmë për mbarimin e kësaj recete. Mas 30 minutash hap tenxhere dhe kam gati për të vazhduar me pjesën e lakmës. E hapa veçantë se kjo ja, tash është në rregull. Siç është kështu me lëngun, do ta kaloj në tenxherën tjetër, se kaq mu desh tenxherja e presionit. Edhe do vazhdoj me pjesën e lakmës, tu e hedh këtu, kisha një lakën rreth 1 kg 300 gram, po që se nuk më del, do vazhdoj prap. Kjo është prej copa të vogla. Unë më pëlqen pak kur lakna ka pak gjethen e plot, edhe do ta hedh avash, me kajpi kryp që të zbutet, edhe e mulume me kapak. Derisa ta marroj gjithë masën e lakmës, kjo do zbutet, kështu avash. Po do punoj vetëm laknën në këtë mënyrë, në avullin e vet, të stufume, jo me ujë, sa ajo nuk bëhet e shishme. Vazhdoj me pjesën tjetër tash, se një pjesa që hudha është kavërdis si që duhet. Gjithmonë kur të zbutet një lakna, do vazhdoni me dorën tjetër. Ju thash do t'i hudhin dhe nga i pik kryp, kështu me mojt gishtave, nga pak, sa për ta lërshu atë që të zbutet gjetja, e mos t'u haj kohë.
Në qovë se nuk kalon, do t'i shtoni i qik nga i qik. Jo lokmat, se janë gati të përfundume, do t'i hedhim nga funi, po vetëm lakna me zi bëhet. Ashtë i laknës do t'i hedhim pak vaj ullini, për arsye se unë nuk kam përdorë dhjamin, kam probleme me yndyrnat, kështu që do i hedh pak vaj ullini, se gjithmonë lakna që të zbutet dhe të ketë shije, do i nyrë të trash, ose atë dhjamin e mishit që e bën shumë qishëm. Tashti lakrën do t'a punojmë rreth qerekore me flak të avashët fare, si kur bëjmë pilaf. Ja, në këtë mënyrë që ajo të zi plotësisht. Dhe në këto momente, unë do t'i hedh pak spec të kuq, prandaj lash për në fund, që mos bëhet pak bajat, është më i mirë kur ka aromën të freskët, rreth një lugë çaj, edhe pak spec djeks me fara përdoru, edhe piperin e zi, sigurisht. Se qenë lakën e mire omël, mua shumë pëlqen lakna, kur ka pak omëlsin. Ja, kur është vi që i njom, gjithmonë duhet punu veçan, se ai shkrafanjitet fare nga lakna, ndërsa mishi mos punohet për herë me gjethet, avash, tuk i udh nga i pikuj, po kështu krijohet dhe longu shumë i shishëm dhe gjella del shumë e mirë. Tash do t'a provoj pak për kryp, se nuk e kam provu, i kam adet, po si provova, nuk më quhet gjella, do dhe i pik kryp, se thash që ishte pak gjethja e omël e laknës, do t'i hudhim dhe pak kryp për shije. Edhe mbi krypën, unë do hedh 2 lugë me aceto. Të gjithë e din, është aceto rushi, e përdor shumë për gatimet e mia dhe tek lakna dhe i heq aromën dhe goksimën, nuk përdor gjethen e dafinës, se mu më bën dëm, dhe përdor gjithmonë aceto ose uthull rushi. Po kjo është pak e omël dhe omla me të thartën dhe me të kryptën. Shkon shumë se mund t'i hedhësh. Edhe kush dëshiron i hedh edhe limon. Po mu më pëlqen më shumë me aceto. Se janë gjella dimrore, ka stinën, që të tërheq vetë, çdo gjë ka kriju natyra, ashtu si që krijon Zoti nuk e krijon kur dora e njeriut. Dhe unë gjithmonë përshtatem gjithmonë me të dikurshmen. Tashi me drekën më marova, lakna ka përfundu për më, i ka dalë dhe ynyra sipër, do me thënë që është drejt marimi, do t'a lej sa t'i bjerë kjo nxehtësia e plitkës, që të bëhet akoma më shumë, sa aty e ka dhe lezetin ky gatim, avash, dhe na bëft mirë dhe ne.